Të dashur teleshikues, duke ju uruar gëzuar 28 nëntorin, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Sot festohet 28 nëntori, dita e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë nga të gjithë shqiptarët kudo që janë. Festa e flamurit bashkoi liderët e shtetit shqiptar dhe të Kosovës në ceremoninë festive të ngritjes së flamurit në Vlorë. 113 vjetori i shpalljes së pavarësisë ka bërë bashkë drejtuesit e shtetit shqiptar dhe të Kosovës në Vlorë, ku më 28 nëntor 1912 Ismail Qemali ngriti flamurin kuqezi të pavarësisë së Shqipërisë. Presidenti Bajram Begaj, kryeministri Edi Rama, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, kryetari i parlamentit Niko Peleshi dhe kryetaria e bashkisë e sapo zgjedhur e qytetit Brunilda Mersini kanë marrë pjesë në ceremoninë e ngritjes së flamurit në Vlorë, që u shoqërua nga himni kombëtar. Në sheshin Flamur u vendosën kurora me lule në shenjderimi nga zyrtarët e lartë të shtetit. Kjo festë përsëri e gjeti politikën të ndarë, duke festuar edhe bërë homazhe të veçanta dhe me orare të ndryshme. Partia Demokratike në këtë ditë feste kombëtare, në këtë ditë të shenjtë për kombin shqiptar, uron gëzuar këtë festë, gëzuar këtë ditë të madhe çdo shqiptari. Është 28 nëntori, dita kur Skënderbreu ngriti flamurin në Vlorë, është dita Skënderbreu ngriti flamurin në Krujë, është dita kur Ismail Qemali ngriti flamurin në Vlorë dhe është dita kur shlirua Shqipëria. Prandaj kjo ditë është ditë e bekuar dhe e shenjtë për shqiptarët. Shumë shqiptarë të Kosovës janë mbledhur në qytetin ku ngrit flamuri për të festuar ditën e pavarësisë, por shqiptarët kudo që ndodhen festojnë sot 113 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. 28 nëntori ka rëndësi të veçantë historike, pasi përkon me ditën kur më 1443 Gjergj Kastrioti Skënderbeu ngriti flamurin e kastriotëve në Krujë, duke udhëhequr rezistencën e shqiptarëve kundër perandorisë osmane. Gjithashtu, 28 nëntori përkon me lindjen e kryekomandantit legjendar heroj të Kosovës, Adem Jashari, i cili sot do festonte 70 vjetorin. Divjaka festoi sot ditën e ngritjes së flamurit me aktivitete të ndryshme organizuar nga Bashkia e Divjakës. Dita e shpalljes së pavarësisë është përkujtuar para ditën e 28 nëntorit në sheshin kryesor të qytetit të Divjakës. Merrnin pjesë qytetarë të shumtë, nxënës shkollash, përfaqësues të pushtetit vendor dhe përfaqësues të besimeve fetare. Të pranishmit janë përshëndetur nga kryetari i bashkisë Josif Gorea, si dhe përfaqësuesi i kishës ortodokse At Pandelis Sota. Është kënaqësi e veçantë për mua që të uroj këtë festë, të ngrej këtë flamur, që për mua ngjelet festa më e madhe e Shqipërisë moderne. Kemi fatin e madh që ai flamur, ai plak i moçëm, ai njeri i madh i asaj dite të shënuar, kaloi edhe pranë kësaj trevës tonë. Një trevë e cila në histori ka treguar veten qëndrueshmëri, guxim dhe urtësi. Kisha është katolike dhe përgjithshme, domethënë një pandar. Feja edhe populli janë një të pandar. Jemi kështu qofshin bashkuar për ditë, gëzuar për shumë vjet. Pas ceremonisë së ngritjes së flamurit, pjesëmarrësit kanë ndjekur një koncert organizuar nga Qendra Kulturore Divjak. 28 nëntori festohet sot edhe në Fier, në një atmosferë festive kuqezi. Festimet nisën me ngritjen simbolike të flamurit kombëtar. Një 113 vjetori pavarësisë është kremtuar para ditën e sotme edhe në Fier në një atmosferë festive kuqezi. Në ceremoninë e rastit kanë qenë të pranishëm autoritetet më të larta vendore, deputet, nxënës shkollash, qytetarë të shumtë, përfaqësues të drejtorisë vendore të policisë dhe përfaqësues të komuniteteve fetare,
ndërsa është vënë re mungesa e deputetit socialist Ceno Klosi dhe drejtueses politike të qarkut Belinda Balluku. Ceremonia e ngritjes së flamurit është shoqëruar nën tingujt e bandës frymore të qytetit me vendosjen e kurorave me lule pranë memorialit historik të ngritjes së flamurit. Ndërsa në fjalën e tij përshëndetse, kryebashkiaku Armando Subashi ka vlerësuar sakrificat dhe guximin e të parëve tanë në luftën e tyre për pavarësi. Edhe këtë herë opozita nuk i është bashkuar ceremonisë festive me rastin e ditës së pavarësisë. Fieri ndezi atmosferën e 28 nëntorit me një koncert festiv Shqipëria o Nana ime në teatrin Bylis. Ansambli kombëtar i këngëve dhe vallëve popullore dhe ansambli Myzeqeja mbajtën në fier koncertin festiv Shqipëria o Nana ime në nder të festave kombëtare të 28 dhe 29 nëntorit, dy data shumë të rëndësishme të historisë son kombëtare. Mbrëmja festive e 27 nëntorit në teatrin Bylis dhuroi emocione të veçanta në një atmosferë ku tradita ndizet, zemrat gëzojnë dhe festat kombëtare marrin dritë. Faleminderit gjithëve për kënaqësinë që na dhuruat dhe ka dyshim që ishte një çast jo vetëm kënaqësie, por edhe një çast krenarie për gjithë ne. Gëzuar festat. Këngët, vallet dhe ngjyrat kuqezi ndezën skenën e teatrit Bylis, duke i dhuruar publikut një pasqyrë të bukur të traditave dhe ngjarjeve historike. Betorinat mbulojnë lumin Seman, ndërkohë institucionet heshtin. Shirat me intensitet të lartë të ditëve të fundit e kanë kthyer grykderdhjen e Semanit në një kosh plerash. Tonelata mbetjesh të depozituara prej kohësh përgjatë brigjeve dhe shtratit të lumit Seman janë shtyrë drejt detit. Mbetjet e akumuluara nga sasia e madhe e ujit kanë dalë në sipërfaqe, kanë krijuar një ndotje masive dhe panoram të shëmtuar. Shishe qelqi, bidona plastik, paketime kartoni e letre janë të dukshme në disa vende, duke e kthyer grykderdhjen e Semanit në një katastrofë mjedisore. Kjo problematik përsëritet sa herë që ka rreshje të dëndura shiu, duke i dhënë peizazhit të mrekullueshëm të grykderdhjes së Semanit një pamje të shëmtuar dhe duke nxjerrë zbuluar edhe një herë mungesën e menaxhimit të qëndrueshëm të mbetjeve në zonë. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.